shtëpi viton 15 milion euro. Unë jam në muën e 15 milion euro. Miliona euro përfitime nga ndërtimi i banesave dhe lejimi mbi ndërtimeve janë kryefjalët e audioincizimit të publikuar nga Vox Kosova, ku kryetari i Drenasit Ramiz Ladrovci flet për pronë komunale me biznismenin Labinot Halilaj, që ishte edhe asamblest i PDK-s në Drenas. Ladrovci këtu ja bën llogarit Halilajt për përfitimet milionshë që do të kishte në rast se do ta merrte projektin në fjalë e i premton edhe metra katror mbi ndërtim. Po edhe 5.000 metra, 4.000 metra në të shtoj mbi ndërtim. Ai e garanton tashmë kandidatin e tij për asamblen komunale në kuadër të listës për Drenasin kampion me Ramiz Ladrovcin, se ndërtimi në këtë pronë është fitim i sigurt milionësh. A bojnë 21 milion për të jesin shty? Apo të jesin 21 milion, apo të jesin 18-16? Personazhi kryesor i kësaj ngjarje e pranoi vërtetësinë e audioincizimit, por tha se nuk është i plotë. Ai pretendoi se i njëjti është i cënguar e i deformuar. Megjithatë, në kërkesën e Vox Kosova që ta sjellë variantin e plot për publikun, Ladrovci refuzon. Vox Kosova kontaktoi edhe Halilajn. Ai ishte i shkurtër, duke thënë se janë shpifje. Mediumi ka kontaktuar persona të tjerë që Ladrovcin në shpjegimin e tij ka përfshirë në bisedë, por të cilët nuk dëgjohen në audioincizim. Arigon Sinani i akuzuar nga Ladrovci si person që e incizoi bisedën, fajin krejtësisht e ka hedhur te pala e kundërt. Që Ladrovci e ka incizimin të bëjë krejt komplet. Sa i te familja vet nuk bisedën me dikon bajë që e ka komplet. Kurse Ahmet Kasrati, edhe ky përmendur nga Ladrovci si i pranishëm në bisedë, tha në fakt incizimin e ka bërë vetë Labinot Halilaj. Po kemi qenë, në pra të incizim, asë kem idej kështë e ka bon, më pora që e kanë bon ata dës, ti dhe kosh ju, dikosh pityne, laube. Biseda milionshë e Ladrovcit me të tjerët besohet të jetë bërë mes muajve shtator-nëntor të vitit 2024. Nga publikimi i Voxit, Ladrovci ka vazhduar ankesat se këtu po bëhet fjalë për shantazh ndaj tij dhe se po tentohet të dëmtohet në prag të zgjedhjeve.